Natyrisht që pritjet tona dhe puna jonë në teren ka qenë më e madhe në kuptimin e hyrjes në spakun në balotazh dhe në shumë komuna të tjera. Mendoj që në Prishtinë jemi dalë jashtëzakonisht mirë. Po du tash me të pyet për komentimin tënë për për të dhënat apo rezultatet preliminare për LDK-n në krejt komunat. I ke 2 komuna të LDK-s që janë fitu pa balotazh, e ngar LDK-ja është me 9 komuna. Sipas teje, a është sukses, a dështim që ky rezultat për LDK-n? Do të thëja sukses megjithatë. Natyrisht që pritjet tona dhe puna jonë në teren ka qenë më e madhe në kuptimin e hyrjes në spakun në balotazh dhe në shumë komuna të tjera, ose në rritjen e numrit të votës për partinë. Megjithatë edhe ky rezultat është rezultat i kënaqshëm. Na nuk mund të prejudikojmë që në gjitha komunat e Kosovës do të i merrnim për të udhëheq. Megjithatë duhet të jemi koshient që janë rezultate preliminare. Akoma nuk janë votat jo vetëm të diasporës që duhet me numëru, po janë edhe votat që janë të persona me nevojat veçanta, votat të tjera që do të rinumërohen për me pa pastaj se qysh do të reflektojnë këto vota në rezultatin final të disa komunave. Mirë, cila është për ty fitoria më e madhe LDK-s e dështimi më i madh? Ku mendon që është fitoria e dështimit? Nuk do të hyj tek dështimi, mendoj që nuk du me linçu asnjë prej veprimtarëve, prej kryetarëve degëve tonë ose kandidatëve për kryetar komunash. Mendoj që në Prishtinë jemi dalë jashtëzakonisht mirë. Edhe mendoj që në Prishtinë ekziston ambient, ekziston favor jashtëzakonshëm i kryetarit përparim Rama. Natyrisht që jemi dalë në shumicën e këtyre komunave që jemi në balotazh mirë, dihet Istogu dhe Lipjani kemi mbajt. Edhe vetëvendosja po thotë që ka dalë mirë në Prishtinë, para meno. Kur i ndigjon që ky publik po thonë LDK-ja kena fitu, edhe vetëvendosja po thotë kena fitu. Shihen votat, ne jemi të po votat si janë sot, natyrisht që jemi partia e parë, jo vetëm kuptimin e garës për kryetar komune, dhe unë besoj që në Prishtinë nuk kemi dilema që do të fitojmë. Okej, pe përmend Prishtinën, e unë po du me të pyet diku ku është nështë ma e dhemshme për LDK-n, ku në Gjilan, venin që e keni pas bastion LDK-ja nuk hin as balotazh se i fiton pa balotazh sipas rezultateve preliminare. Është shumë afër Imre, po megjithatë po du me komentin tënë për një bastion të LDK-s. Ndoshta keni drejt, në fakt edhe atë është në numrat e fundit a hyjet apo jo në balotazh. Megjithatë nuk unë i rezultat aq i dopt, sa për të gjyku a priori kandidatin tonë Arbër Ismailin. Natyrisht pritjet tona kanë qenë absolutisht që ne të hyjmë balotazh gjithsesi dhe të jemi të partë në garën e Gilanit, na duhet... Rezultati ti është 15% ma pak se i pari. Unë sa e di, nuk e kam numrin e saktë të votave që vinë nga jashtë, por duhet nashta me pritë dhe përfundimin e kësaj, sepse mund zbritet kandidati vëse mund të hyjë balotazh nashta më afër. Njëjtë po thojna, kampi Albani Hysenit po thotë diaspora o me neve. Nuk e di do ta shohim, sepse e di që pjesa Ana Moravës, kushtimisht po e quaj, janë bukur aktiv në lidhjen demokratike në diasporë, kryesisht në Zvicër, Gjermani, dhe ta shohim se si do të reflekton votat tyre. Megjithatë, a kena analizë, po është vështirë Imre edhe partinë në pushtet me e shtime na kallëzu analizën, pse një partinë në pushtet, kanë kaq pak komuna, po të pyes ty se është analiza jote. Ju po kërkoni analizë, po na dje kemi pas ditën e parë mas zgjedhjeve, se do të dita e dytë, nuk kemi asnjë lloj analize, është e vërtet. Do ta shohim sigurisht ndërkohë, që kanë qenë faktorë që kanë pas impakt në këtë rezultat të zgjedhjeve, jo vetëm në komunën e Gjilanit, po në gjitha komunat